Horoskopi për ditën e hënë 27 korrik 2026. Dashi. Nga njëra anë, dita mund të nisë me disa dyshime ose me një ndjenjë sikur dikush po merr frenat dhe po të shtynë drejt hijeve, duke krijuar një raport jo të barabartë. Megjithatë, mos u shqetësoni, sepse energjia ndryshon shpejt dhe të ndihmon të dalësh në dritë. Do të gjesh forcën për të treguar pavarësinë tënde dhe për të shkëputur nga situata apo lidhje që ndjen se i ke kaluar. Njerëzit do të kthejnë syt nga ty për mençurinë tënde dhe do të gjejnë një person të kuptueshëm. Do të shprehesh lirshëm dhe me fantazi. Puna dhe para do të marrin një drejtim më të mirë nëse nuk lejon që të tjerët të kontrollojnë. Shëndeti. Ana shpirtërore mund të jetë e fortë nëse mëson të largohesh nga gjërat që nuk të bëjnë të ndihesh mirë. Ngjyra me fat është gri. Koha me fat pasditja e vonë. Këshilla e ditës: mos nguro të ecësh përpara vetëm nëse një situatë nuk të përshtatet më. Pavarësia është fuqia jote sot. Dimi. Sot do ta kesh më të lehtë të largohesh nga gjërat që të mërzisin në përditshmëri dhe kjo do të ndihmojë të shohësh më qartë. Në dashuri dhe në familje do të ndihesh i plotësuar, shtëpia dhe bota jote e brendshme janë streha ku do të gjesh qetësi dhe mbështetje emocionale. Megjithatë, në punë dhe karrierë po vjen një përballje me realitetin. Ndoshta do të kuptosh se qëllimet të cilat i ke vënë vetes prej disa kohësh nuk janë më ato që dëshiron vërtet. Në fakt nuk ka asgjë të keqe të ndryshosh drejtimin e gjërave apo dhe të karrierës, nëse kjo është mirë dhe mund të ndihmojë në plotësimin tënd. Shëndeti yt do të jetë i mirë nëse lidhesh me anën tënde optimiste. Ngjyra me fat është e gjelbër dhe e bardhë. Koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës: nëse diçka në punë nuk po funksionon, ki guxim të ndryshosh planet dhe mos u ndje fare në faj. Binjakët. Dita e sotme të fton të bësh një pushim mendor. E di, nuk është fundjavë, por ja që duhet të stakosh pak mendjen. Në dashuri dhe marrëdhënie, ana jote më e mirë do të duket shumë e fortë, do të jesh i gatshëm të falësh të tjerët. Ndoshta sot do të ndihesh pak i shpërndar ose i papërqendruar, por kjo do të ndihmojë të largosh stresin dhe në një farë mënyrë do të sjellë paqe. Megjithatë, kujdes të madh duhet të bësh me komunikimin në punë dhe me njerëzit e afërt. Sot fjala ka peshë dhe mund të lëndojë dikë pa dashje, duke qenë shumë i drejtë për drejtë. Për sa i përket financave, mund të kesh ide të reja frymëzuese fal një lajmi të mirë. Shëndeti është i mirë nëse i jep trurit pak kohë për të shlodhur. Ngjyra me fat është portokalli. Koha me fat është paraditja. Këshilla e ditës: zbuti pak fjalët e tua sot. Mos u trego i egër, as i ashpër, por i sinqert, por zgjidh një mënyrë komunikimi të butë. Gaforja. Edhe pse kjo ditë mund të nisë me disa shqetësime të vogla, yje do t'i kthejnë ato shpejt në mundësi të mira. Në dashuri dhe në jetën private është koha të lësh pash dëshirën për të kontrolluar çdo gjë dhe të shijosh momentin. Në punë dhe ana financiare po të vjen një përballje e rëndësishme. Në fakt, ti je një person shumë bujar, gafore dhe shpesh i ndihmon të tjerët me para pa pritur që ta kthejnë, por sot duhet të kuptosh se nuk duhet të lejosh që njerëzit të përfitojnë prej teje. Nëse dikush të ka borxh ose të detyrohet diçka, kërkoje pa frikë sepse të duhet për planet e tua. Shëndeti yt do të përmirësohet nëse ndihesh i sigurt me veten. Ngjyra me fat është rozë dhe kafe. Koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës: mos kitur të kërkosh atë që të takon me të drejtë. Vendosi kufit të shëndetshëm me të tjerët. Luani. I dashur Luan,
Sot do të përballesh me një të vërtetë të fortë. Dikush që e ke pasur pranë në jetën tënde apo në dashuri do të tregojë fytyrën e tij të vërtetë dhe qëllimet të fshehura. Mund të ndihesh pak i lënduar, por kjo është normale. Megjithatë, mos u kthej tek zakoni yt për t'i bërë qefin të tjerëve. Tregohu i sinqert me ndjenjat e tua. E mira është se dielli në shenjën tënde të jep forcë, optimizëm dhe imagjinat të madhe për të kaluar çdo problem. Ke ide të shkëlqyera dhe do të marrësh vlerësime sidomos në lidhje me të tjerët. Për sa u përket parave, mund të gjesh një zgjidhje të mirë sot për të përfituar sa më shumë para. Shëndeti do të jetë i mirë nëse të çlirohesh nga zhgënjimet që do të sjellë dita. Ngjyra me fat është ngjyra kafe dhe ngjyra blu. Koha me fat pothuajse paradite e gjithë. Këshilla e ditës: pranoje të vërtetën për njerëzit ashtu siç janë, pa u përpjekur të gjesh arsyetime për ta. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, kjo ditë të fton të shikosh përtej detajeve të vogla dhe të kesh më shumë besim tek vetja. Në dashuri, intuita jote do të jetë shumë e lartë, prandaj dëgjoje zërin tënd të brendshëm. Në jetën e përditshme, në përditshmëri, në punë apo në çështje të rutinës së përditshme, ke një peshë të madhe që ja ke ngarkuar vetes. Kjo ditë po të sjellë një mesazh të qartë: nuk mund t'i bësh të gjitha vetë sepse po harxhon energjinë tënde. Nëse dikush i besuar të ofron ndihmë, pranoje pa e menduar gjatë. Për sa u përket parave, po të vinë ide të papritura që mund të lehtësojnë punën ose karrierën. Shëndeti do të jetë i mirë nëse ndalon së analizuar çdo gjë më shumë se ç'duhet. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës: ule pak egon dhe prano ndihmën e të tjerëve që të duan. Nuk ke pse e mban gjithë botën mbi shpatulla vet. Peshorja. E dashur peshore, sot ke një dëshirë të madhe për të ndier i lidhur me të tjerët dhe për të kontribuar. Në dashuri mund të gjesh frymëzim tek një person i veçantë. Por kujdes, mos u dashuro pas një iluzioni, por pas personit real. Në punë, yjet të inkurajojnë të bëhesh pak i guximshëm. Ti ke një ide shumë të mirë në kokë prej disa kohësh, por frika dhe dyshimet të kanë bërë të mos veprosh. Është koha të dalësh nga vetja dhe të hedhësh hapin e parë. Financat mund të përmirësohen nëse provon metoda të reja. Shëndeti do të jetë i mirë nëse merresh me aktivitete që të japin kënaqësi dhe të largojnë mendimet negative. Ngjyra me fat është e bardhë dhe e zezë. Koha me fat është pasditja. Këshilla e ditës: mos lejo që frika nga dështimi të bllokojë një ide të bukur. Guxo sot. Akrepi. Dita mund të nisë me pak tension, por shpejt do ta mësosh të shijosh momentin. Në familje po përpiqesh të jesh gjithçka për të gjithë, duke u lodhur pa masë. Ky fakt është një alarm që të tregon se nëse vazhdon me këtë ritëm, do të kesh probleme për veten tënde dhe nuk do të ndihmosh më, jo vetëm të tjerët, por as veten. Prandaj gjej një ekuilibër më të mirë. Lajmi i mirë është se në anën e parave do të kesh momente të mira. Do të gjesh mënyra të reja dhe të veçanta që të ecësh përpara. Në dashuri, shpreha e ndjenjave do të jetë e natyrshme. Shëndeti kërkon që të pushosh dhe të ruash energjitë. Ngjyra me fat është e zezë dhe blu. Koha me fat është mbrëmje e hershme. Këshilla e ditës: mbroje energjinë tënde dhe mos merr përsipër çdo punë apo problem të tjerëve. Shigjetari. I dashur shigjetar, nëse kohët e fundit ke patur ndonjë zhgënjim në dashuri apo marrëdhënie, sot do të çlirohesh dhe do të shërosh shpirtin tënd. Mund të shohësh një mundësi të kaluar me një dritë të re. Komunikimi me një mik apo një person të afër do të jetë shumë i rëndësishëm për ty sot, madje i domosdoshëm. Ky person do të tregojë diçka të sinqertë që ty do të ndryshojë mendimin për një situatë dhe kjo do të bëjë lidhjen tuaj më të fortë.
Për sa u përket punës dhe parave, nëse shmang mendimet e tepërta negative, do të shohësh se gjërat pozitive do të vinë përpara dhe do të ecin vetë. Shëndeti në përgjithësi është i mirë. Mbaje mendjen të hapur dhe optimiste. Ngjyra me fat është vjollcë, koha me fat është në drejt. Këshilla e ditës: dëgjo me vëmendje dhe pa paragjykime atë që do të thotë një person i afërt sot. Britsjapi. Për pjesën e parë të ditës mund të jesh pak i ndjeshëm dhe njerëzit që nuk mendojnë si ty mund të rëndojnë më shumë se zakonisht, por situata do ndryshojë shpejt. Do të kesh biseda dhe lajme shumë interesante që lidhen me paratë apo marrëdhëniet e tua të ngushta. Në dashuri dhe në shtëpi, duhet të tregosh mirëkuptim dhe kjo do t'i bëjë gjëra të mrekullueshme. Megjithatë, bëj një sy nga njerëzit që ke rrotull, hidhi një sy. Shikoj ata që me të vërtetë arrin të përputhen me vlerat tua, apo ato të tjerët që thjesht duan të të marrin energjinë. Nëse ke njerëz toksik në jetën tënde, është koha t'i largosh pak me marifet. Shëndeti do të jetë i mirë nëse nuk punon tepër jashtë mase për të tjerët, por për ëndrat e tua dhe merri gjërat shtruar. Ngjyrat me fat për ju është kafe e errët. Koha me fat është pasditja, këshilla e ditës: pastroje rrethin tënd shoqëror nga njerëzit që vetëm ankohen dhe të marrin energjinë pozitive. Ujori. Për ty ujor, dita mund të nisë me disa kritika apo tensione të vogla dhe këto mund të vijnë re në jetën e çift apo me dikë që ke pranë. Do të kuptosh se nevojat e tjetrit mbase nuk përshtaten më me personin që ti po bëhesh dhe kjo mund të çojë drejt një vendimi për të larguar pak atë. Mos bëj kompromise me atë që je në të vërtetë. Në punë dhe në anën e parave, dita të sjellë një frymë lirie. Do të ndihesh i lirë të shprehesh çfarë dëshiron dhe të provosh gjëra të reja. Shëndeti yt do të jetë i mirë nëse bën një pauzë nga mendimet e tepërta dhe thjesht lejoje veten të jesh vetvetja. Ngjyra me fat është e verdhë dhe blu. Koha me fat është mëngjesi i vonë. Këshilla e ditës: mos ndrysho veten për t'i bërë qefin askujt, qoftë edhe në një lidhje. Pranoje realitetin ashtu siç është. Peshqit. Të dashur peshq, sot duhet të lësh pas logjikën e ftohtë dhe strukturat e rrepta për t'i hapur rrugë intuitës tënde të fortë. Në dashuri, është dita për të jetuar maksimalisht atë. Mund të argëtohesh, mund të zgjidhësh probleme me partnerin, pra gjithçka do të jetë në favorin tuaj. Në punë dhe për sa u përket anës financiare, gjërat do të lidhen pothuajse në mënyrë magjike nëse dëgjon intuitën tënde. Do të kesh ide të mira për të ndryshuar diçka qoftë në rutinën tuaj të përditshme. Gjërat që kanë stres, dëshiron që t'i lësh më njam. Shëndeti është i mirë, fokusohu tek gjërat e vogla dhe të bukura. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat pothuajse gjithë mbasdite. Këshilla e ditës: harroje për sot analizën e tepërt, lëre veten të lirë dhe shijo bukurinë e kësaj dite. Ju uroj një fillim jave sa më të mbar.